Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Kushtetuta e Republikës së Serbisë thot pa më dyshje se Kosova është një krajinë autonome brenda Serbisë. Kjo është shkruar dhe në kartën dhe në rezolutën e Kombeve të Bashkuara, pavarësisht se disa në botë e pranojnë apo jo. E vetmja zgjidhje për Kosovën është dialogu, por fatkeqësisht sot nuk kemi partner për bisedime, theksoi Vučić. Ai gjithashtu paralajmëroi vazhdimin e ndërhyrjeve në punët e brendshme të Kosovës, duke konfirmuar se Serbia do mbështes manastiret dhe kishat. Vučić bëri me dije se Serbia do ruaj neutralitetin ushtarak dhe pranoi se ka frikë nga NATO. Ne gjithmonë kemi patur marrëdhënie të mira me Federatën Ruse. Tani kemi marrëdhënie gjithnjë më të mira me Republikën Popullore të Kinës. Gjithashtu duhet ndërtojmë marrëdhënie të mira strategjike dhe taktike me vendet e NATO-s, veçanërisht me Aleancën, sepse nuk mund të përballojmë të bien viktimë me sulmeve të tyre, potencoi Aleksandar Vučić.